Këshilli Kombëtar I Territorit ka vendosur të anulojë lejen e ndërtimit për kullën 47 katëshe Embassy Tower, e planifikuar pranë ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Projekti ishte parashikuar të realizohej nga biznesmeni Fatmir Hanxhari, për të cilin kishte dyshime se mund të vepronte si përfaqësues formal I interesave të tjera. Arsyet zyrtare të këtij vendimi nuk janë bërë publike nga institucionet, duke lënë hapësirë për spekulime. Dyshimet lidhen si me hetime të mundshme nga SPAK, ashtu edhe me shqetësime për sigurinë, për shkak të afërsisë së ndërtesës me selinë diplomatike amerikane. Ndërkohë, në të njëjtën mbledhje, është miratuar një tjetër projekt I madh ndërtimi, një kull 45 katëshe në zonën e bllokut, pranë ish godinës së Vodafone. Leja është dhënë për kompaninë Roen Company, në pronësi të Reoland Jegeni. Jegeni, I njohur më parë për qëndrime kritike ndaj qeverisë dhe për përfshirje në koncesione gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike, duket se tashmë ka siguruar mbështetje për projekte të mëdha ndërtimi në një nga zonat më të ngarkuara të Tiranës. Vendimet e fundet të KKT-s tregojnë një rokadë projektesh, ndërsa një kullë e madhe anulohet për arsye ende të paqarta, një tjetër merr dritën jeshile, duke shtuar debatet mbi zhvillimin urban dhe mbi ngarkesën e kryeqytetit.